forca në kuvend. Në medje sot ka dalë edhe 2 mesazhe të kryetarit LDK-s Lumir Abdigjiku gjatë komunikimit me kryesinë e partisë në Viber. Në të parin ai drejtohet Abdullah Hotit, i cili kishte ngritur çështjen e votave të diasporës, duke thënë se kryetari brengoset vetëm për votat e partisë, ndërsa për këtë çështje tjera thotë që janë luks momentale, të cilin nuk habitet që kanë ata që debatuan për këtë problem. Abdigjiku shpreu brengën e tij me nën performancën e degëve për realizimin e votave të regjistruar në vota aktuale për partinë, thotë se kanë pas të raportuara 40.000 regjistrime që janë realizuar gjysma atyre. Ai lutë anëtarët e kryesisë ta kursejnë nga ironitë dhe çështjet e evidentuara, të adresojnë tek policia dhe prokuroria. Në mesazhin pasues, Abdigjiku shkruajti: manipulimi i mundshëm i procesit të brendshëm brenda kandidatëve është praktikë e papranueshme dhe shëmtuar dhe e dënueshme për të dhe për LDK-n. Ai lutë anëtarët e kryesisë të mbledhin faktet, të adresojnë së bashku, pa përjashtuar dhe përfshirjen e institucioneve përkatëse. Këto përplasje në lidhjen demokratike të Kosovës për disa zyrtar të kësaj partie